Emrin e ka Besmir Limani, por për tifozët dhe adhuruesit e kombëtares, ai njihet si fytyra me shqiponj. Tifozi me origjinë nga fshati Tatesh, i Strugës, por që jeton në Zvicër, Besmir Limani i njohur si fytyra me shqiponj, i cili në vitin 2023 u pajis edhe me pasaportën e Shqipërisë, ka treguar përmes një video të postuar në rrjetin social Facebook se është nisur për në tokën mëm, për të ndjekur nga afër sfidën Shqipëri-Serbi, kur në daj 3 ditë në ndeshje e vlefshme për kualifikueset e botërorit 2026 që do të luhet në arenën kombëtare. Besmiri konfirmon se do të jetë në tribuna edhe pse grupimi tifozat kuqezi, ku ai bën pjesë, nuk do të jenë si zakonisht të pranishëm në stadium, pasi siç kanë deklaruar, po ja ndalojnë këtë miqtë e shkijeve, referuar këtu Federatës Shqiptare të Futbollit për mënyrën se si ajo po i shpërndan biletat për këtë ndeshje. Fytyra e pikturuar e Besmirit me shqiponjë dhe përkraja e kombëtares në shkallët e stadiumit prej vitesh është prezente edhe në media, si brenda dhe jashtë vendit. Ai ka afro 40 ndeshje të kombëtares që i kanë ndjekur nëpër stadiume të ndryshme të Europës, ku pa dyshim simbol mbetet fytyra e tij e pikturuar, ku mbi zotëron e kuqja e flamurit dhe shqiponja e zezë. Mbështetja unike ndaj kombëtares si është përblyer Besmir Limanit, pasi tashmë ka edhe pasaportën shqiptare. Besmir Limani ka lindur me ngjyrat kuqezi në zemër dhe me kombëtaren e lidhi pasgjithshmërisht fitoria kundër Greqisë në vitin 2004, që prej asaj ditje Besmir Limani vendosi të antarësohet në grupimin më të madh në mbështetje të kombëtares, tifozët kuqezi. Në 2016 fytyra flamur e tij u bë hit i kombëtares dhe ai u bë tifoz i VIP i kuqezimve. Me kombëtaren europianin e Francës, Besmiri mori vëmendjen e të gjithëve, mediave më të mëdha botërore, por edhe të vetë UEFA-s, e cila i bëri omazh me një postim. Besmiri ka thënë për mediat shqiptare se kjo është një mënyrë për ta pasur flamurin kombëtar gjithmonë me vete, pavarësisht se ai shpenzon nga 4-5 orë për të lyer fytyrën e tij. 36 vjeçari ka rindur në tokën shqiptare, por prej shumë vitesh jeton në Zvicër, dhe kjo është një mënyrë për të qenë sa më pranë me bashkëkombësit e tij. Me origjinë jam nga Struga shqiptare, ka pasur raste që kam takuar Strugan, te tifozët kuqezi, që do të thotë se flamuri kuqezi më ka lidhur edhe me bashkëqytetarët e mi, ku kam lidhur. Pra në bashkon u shpreh Besmir Limani në një intervistë për mediat shqiptare para disa vitesh. Mos të flasim me shifra, por unë lë më një të tjera gjëra që dikush tjetër i bën. Unë e dieta bëj këtë për Shqipërinë time. Unë kur se kam ndjer humbjen, kur, sepse nuk shkoj në stadium për këtë qëllim. Mua më gëzon fakti se aty është shqiptari i Gjilanit, i Vlorës, por edhe ai i Ulqinit. Kjo është fitore, është shprehur më tej Besmir Limani.